Fjala dietë në ditët e sotme është kthyer në një trend. Është kryefjala për çdo femër pikë së pari, por që nuk mbeten pas edhe meshkujt. Sezoni i verës është ai që vendos në mendimet çdo person që shes se kilogramet e tij janë shtuar me kalimin e kohës. Për dietat e zakonshme të gjithë kemi dëgjuar, ato janë të shumta. Në këtë rubrikë kemi vendosur të flasim për dietën vegetariane. Dietologja Enkeleida Ferrollari na shpjegon fillimisht se çfarë është një dietë vegetariane. Përshëndetje. Ju falenderoj që jeni pjesë e emisionit tonë për të dhënë këshilla mjaft të mira për një dietë të shëndetshme. Kësaj radhe kemi vendosur të bisedojmë për të kuptuar dhe teleshikuesit se çfarë do të thotë një dietë vegetariane, por si fillim le të ndalemi te ky fakt dhe më pas të ndjekim disa hapa të tjerë të shpjegimit të saj. Dieta vegetariane është një mënyrë të ushqyerje, është një mënyrë të ushqyerjes që bazohet në eliminimin e produkteve shtatëzore nga ushqimi i përditshëm. Të mishit, të peshkut, bulmetrave, qumshi, kosi, djathi, të vezës, të mjaltit, të çdo produkti ushqimor i cili ka prejardhje në origjinë shtatëzore nga kafshë. Brenda stilit vegetarian ka disa lloje nëngrupime, disa lloje mënyrash, pasi ka mund të jetë dietë vegetariane, lakto-ovo vegetariane, kur në rast që kemi të bëjmë me rastet kur kemi të përjashtuar nga dieta jone e përditshme mishin, peshkun, çdo lloj mishi, por që konsumojmë bulmetrat dhe vezën, nuk I kemi të ekskluduar nga dieta e përditshme. Kemi dhe vetëm rastin e dietave vegane, të cilat është të ekskluduar të gjitha llojet e ushqimeve shtatëzore dhe konsumohen vetëm ushqime bimore. Arsyet e një orientimi vegetarian janë më të ndryshmet. Janë arsye, nuk e di të them, janë arsye idesh ambientaliste. Shumë njerëz mendojnë që, dhe jo vetëm mendojnë, por është realisht një fakt I tillë që konsumimi I mishit sjell shumë pasoja në ambient, në ndotjet e ambientit. Kjo për arsye sepse rritja e kafshëve dhe e kafshëve për prodhimin e mishit ka disa pasoja shumë të mëdha në ambient. Qoftë në prodhimin e ushqimit të kafshëve që kanë zënse përpakje të mëdha toke, qoftë edhe në prodhimin e dioksidit të karbonit nga vetë kafshët. Janë një rregullash që duhet I përmbushim nëse vendosim të ndjekim dietën vegetariane. Është shumë e rëndësishme orientimi dhe përcaktimi I menus vegetariane, pasi një dietë vegetariane nëse nuk përcaktohet mirë dhe nuk është e mirë kujdesur, mund të shkaktojë dhe disa mangësira në organizëm me përbërës të ndryshëm ushqyes. Duhet pra një dietë e mirë ekuilibruar. Në mënyrë të merren duhet të njihen mirë të gjitha ushqimet bimore, të cilat mund të na furnizojnë edhe me ato element mikro dhe makro ushqyes të cilat mund të furnizojnë, të cilat I marrim nga produktet shtatëzore. Mangësi mund të jemi në rastin e proteinave, të cilat I marrim nga produktet shtatëzore, janë furnizues kryesor të proteinave, mishi, peshku, djathi, janë ndër furnizuesit kryesor të proteinave, por që zëvendësohen me proteinat bimore të drithrave, të leguminoze apo të bishtajoreve, fasulet, thjerëzat, qiqet e të tjerë. Mangësira mund të kemi në rastin e kalciumit, të kripave minerale, të cilat I marrim nga bulmetrat, por që në rastin e një diete të mirë ekuilibruar vegetariane, një sasi të konsiderueshme të tyre, pra nevojat për to I kompensojmë edhe nga drithrat. Mund të kemi mangësira në acide yndyrore omega 3 apo të pangopura, që janë acide yndyrore që I gjejmë tek peshku, në kushtet një dietë vegetariane që ekskludohet apo përjashtohet konsumi I peshkut, mund të ndodhë që të kemi mangësira, dhe këto janë disa acide yndyrore që janë të domosdoshme për organizmin, pra element mikroushqyes, makroushqyes të domosdoshëm për organizmin për arsye sepse nuk I sintetizon organizmi, por I merr të gatshme nga ushqimet. Dhe në këtë rast zëvendësuesit më të mirë të tyre mund të jenë farat bimore, që mund të jenë farat e lirit, mund të jetë farat frutë e thata e të tjerë.
Dhe a është vështirë ti përshtatesh një dietë të tillë dhe mund të themi çfarë përparësish ka ajo krahasuar me një dietë normale? Nuk është e vështirë përshtatshmëria, të përshtatesh me një dietë të tillë, nuk është as pak e vështirë. Për sa i përket përparësitë, mund të themi që një dietë vegetariane konsiderohet një dietë e shëndetshme. Konsiderohet si një dietë e shëndetshme pasi është një nga dietat që përmban më pak yndyrna të ngopura, që janë yndyrna shtazore dhe që janë faktor rreziku për shumë smundje. Një nga arsyet kryesore të shumë smundjeve, të shumë problemeve patologjike të lidhura me ushqimin janë konsumimi me tepër i proteinave shtazore dhe yndyrnave shtazore, në formën e mishit, në formën e dhjamit, në formën e yndyrnave të tjera që është yndyra e pulmetrave, e gjalpi e të tjerë. Ndërkohë që në kushtet e një diete vegetariane mungojnë yndyrnat e ngopura dhe mbizotërojnë yndyrnat e pangopura që janë yndyrnat që i marrin nëpërmjet bimore, nëpërmjet vajrave të ndryshme të farave, vaj lulediellit, vaj kikirikut, vaj nisrit, vaj ullirit që është shumë i rëndësishëm, apo të vajrave të tjera, apo të yndyrnat të tjera bimore. Dhe ju vetë si specialiste, këtë do të këshilloni më tepër, një dietë vegetariane apo një dietë të zakonshme, apo nuk është se mund të keni të... Do të këshilloj një dietë e ekuilibruar mirë. Një dietë e ekuilibruar mirë është një dietë e shëndetshme që mund të konsumojë të gjitha ushqimet, por në masë të caktuara. Megjithatë nuk do të ekskludoj edhe një dietë vegetariane. Kush ka idenë apo dëshirën për të konsumuar dietë vegetariane, mund të jetë është një mënyrë shumë e mirë të ushqyeri, por duhet ekuilibruar mirë dhe mënyra e dietës vegetariane, duhet përcaktuar mirë. Të gjithë mund të ndjekin një dietë vegetariane, askush nuk mund ta refuzojë. Edhe nënat shtatzën mund të ndjekin një dietë të tillë, shpjegon më tej dietologja. Kur një nën është shtatzën, a mund të ndjekë ajo një dietë vegetariane ose pse jo? Dhe vetë jetë në menun e vet jetë vegetariane. Po, mund të ndjekë një dietë vegetariane, nuk ka kufizime. Dieta vegetariane në kushtet e një grue shtatzën apo në kushtet e shtatzanisë. Pasi tash përbërës të ushqyes i sigurojmë dhe nëpërmjet produkteve bimore, edhe që ka nevojë shtatzanisë, që është kalciumi, që është në sasiria më të mëdha, proteinat që i sigurojmë nga drithrat, edhe kalciumi i sigurojmë nga drithrat. Por ajo që është shumë e rëndësishme është ajo që unë do ta theksoj gjithmonë, duhet të jetë një dietë e mirë përcaktuar. Një dietë e mirë përcaktuar pasi mund të krijojë mangësira. Jo vetëm dieta vegetariane, tashmë njerëzit mund të ndjekin një dietë dhe më të rrept, e quajtur me emrin dieta vegana. Ajo bazohet në ushqyerjen vetëm të produkteve bimore. Sa mund të ketë pasur në organizëm një dietë vegane e cila është pak më ekstreme se sa një dietë vegetariane? Jo, absolutisht, dhe gjatë gjithë kohës në fakt pa dashje që deri tani unë përmenda plotësimin e nevojave ushqyese nga bimët, nga produktet bimore, jo nga produktet shtatzore. Dieta vegane, sikur se thashë më parë, është ajo mënyrë të ushqyerit që eliminon totalisht konsumin e çdo lloji produkti shtatzor. Pra qumshin, mishin, peshkun, djathin, vezën, deri dhe mjaltin. Dhe baza e ushqimit janë vetëm produkte bimore, me bazë bimore. Tash një pjesë të mirë të përbërësve ushqyes i sigurojmë shumë mirë nga produktet bimore. Proteinat që pretendohet që mund të kenë mangësira është zgjidhur me drithrat. Kryesisht duhet të konsumohen drithra të papërpunuara ose me fibra, me krunde. Pasi janë më të pasura me përbërës ushqyes. Nëse konsumojmë drithrat me krunde apo të papërpunuara mirë orisin, i papërpunuar makaronat me krunde apo bukën e zezë, arrijmë që të sigurojmë nga drithrat vlerat e plota ushqyese. Jo vetëm fibrat, por edhe shumë kripra minerale, hekurin, që është shumë i domosdoshëm në kushtet e një diete vegetariane, vegane sidomos, që nuk arrin ta marrë nga produkte shtazore, kalciumin, vitamina të ndryshme, të cilat janë pikërisht në të pjesën e jashtme të drithrave dhe që kur pastrohen, kur punohen, largohen bashkë me krundet, prandaj është shumë e rëndësishme. Thash një pjesë të mirë, pjesë gjithë të produktet bimore në arrin të furnizojnë përbërës të ushqyes, mikro dhe makro ushqyes që në sigurojnë produkte shtazore. Përmenda më pak më parë dhe peshkun, i cili është një nga produktet që na furnizon kryesor, që na furnizon me acide yndyrore omega 3, që organizmi ka shumë domosdoshme,
Por që se vëndësuesi peshkut në kushtet e një diete vegane mund të jenë, pra furnizuesi i acideve omega 3 mund të jenë frutat e thata, bajamet, arrat, lajthit, mund të jenë liri, faret e lirit, tashmë e njohim në tregun ton, mund të jetë vaj i lirit, në formën e vajit të lirit, që e gjejmë në treg, kështu që ka mundësi për të kombinuar një dietë të mirë dhe të pasur dhe me përpërës mikroushqyes dhe makro.